Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet e Meshës së Shenjtë të së dielës së 6 cikli A. Leximin e parë lexon Klorinda Kaçenari, psalmin motur Irenea Lekaj. Leximin e dytë Monika Jana Dushmani. Ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit do ta ndëgjonin nga Don Bledar Huba. Hiri i Zotit qoftë me ju të gjithë. Lexim prej librit të Siracidit. Nëse do t'i mbash urdhërimet edhe ato të ruajnë, nëse ke besim në të, edhe ti do të jetosh. Hajti vuri përpara ujin e zjarrin, ku të duash, shtrije dorën tënde. Përpara njeriut është jeta e vdekja, e mira dhe e keqja. Çka ai të parapëlqej, ajo do t'i jepet. Sepse e madhe është urtia e hyjit. Ai është i madh në pushtet, e pa ndërprerë sheh gjithçka. Sytë e hyjit priren mbi ata që e druan. Ai i njeh të gjitha veprat e njeriut. Nuk i urdhëroi askujt të jeti pa udhë, e nuk i dha askujt lejen për të bërë mëkat. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyn. Aleluja. Po të bekoj o atë zotëruesi qiellit e i dheut, që të vegjelve u zbulove misteret e mbretërisë qiellore. Aleluja. Lumaj që ecë në ligjin e Zotit. Lumaj që ecë në ligjin e Zotit. Lum njeriu me sjellje të pastër që ecë në ligjin e Zotit. Lum kush i mban dëshmitë e tija që e kërkon me gjithë zemër. Lum ai që ecë në ligjin e Zotit. Ti shpalle urdhërimet e tua që të mbahen përpikrisht, o sikur të ishin të drejta udhët e mia për t'i zbatuar rregulloret e tua. Lum ai që ecë në ligjin e Zotit. Bëja këtë mirë shërbetorit tënd që të jetoj e të mbaj fjalën tënde. Mi hap sytë të shikoj mrekullit e ligjit tënd. Lum ai që ecë në ligjin e Zotit. Urdhëri yt më bëri më të dishëm se armiqtë e mi, sepse gjithmonë është me mua. Shpirti im i ruan ligjet e tua dhe i desha ato me gjithë shpirt. Lum ai që ecë në ligjin e Zotit. Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, ne shpallim dijen në mes të përsosurve, por jo dijen e këtij shekulli, as të princave të kësaj bote të gjykuar për dënim, por predikojmë dijen e hyjit të fshehur në mister, atë që hyje kishte paracaktuar para shekujve për lumturinë tonë, atë që asnjë nga princat e kësaj bote nuk mund e njohi, sepse po ta kishin njohur, nuk do ta kishin kryqëzuar Zotin e lavdis. Por sikur se thot Shkrimi i Shenjtë, çka syri nuk pa e veshi nuk dëgjoi dhe në zemër të njeriut nuk hyri, atë ua bëri hyji gati atyre që e duan. Hyji na e zbuloi këtë të vërtet me anë të Shpirtit Shenjtë, sepse Shpirti i Shenjtë depërton në gjithçka, edhe vetë thellësinë e natyrës hyjnore. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyn. Aleluja. Po të bekoj o atë zotëruesi qiellit e i dheut, që të vegjelve u zbulove misteret e mbretërisë qiellore. Aleluja. Leximi i Ungjillit të Shenjtë sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: Mos ju shkoj ndërmend se erdha për ta shlyer ligjin dhe ose profetët. Jo, nuk erdha të shlyej, por të përkryej. Për të vërtetë po ju them, derisa të jetë qielli e toka, asnjë gërm dhe asnjë presje nuk do t'i hiqet ligjit, por do të zbatohen të gjitha.
Prandaj kushdo që do ta shlyej njërin ndër këta urdhra, qoftë edhe me të voglin, dhe do t'i mësojë njerëzit të bëjnë ashtu, do të jetë më i vogli në mbretërinë e qiellit. Ndërsa ai që do t'i mbajë dhe do t'i mësojë të tjerët, do të jetë më i madh në mbretërinë e qiellit. Sepse unë po ju them, nëse drejtësia juaj nuk do të jetë më e madhe se drejtësia skribëve dhe farizejve, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit. Keni dëgjuar se u që thënë të vjetërve, mos vraj, kush vret, do të jetë përgjegjës para gjyqit. E unë po ju them, kushdo zemrohet kundër vëllait të vet, do të jetë përgjegjës para gjyqit. E kushdo t'i thot vëllait të vet, budall, do të jetë përgjegjës para Sinedrit. Kush t'i thot i marr, do të përgjigjet në zjarrin e ferrit. Pra, nëse e sjell dhuratën tënde për ta kushtuar në elter dhe aty të bie në mend se yt vëlla ka diçka kundër teje, lëre dhuratën tënde aty para elterit, shko e pajtohu me parë me vëllain tënd dhe pastaj eja e kushtoje dhuratën tënde. Ndreqo me shpejt me kundërshtarin tënd sa ti jesh ende në udhëtim me të, që kundërshtarit të mos të dorëzojë gjykatësit e ky rritari të gjyqit, që të mos të ndryejë në burg. Për të vërtetë po të them, s'do të dalesh prej andej para se ta paguash edhe me të sprapsen para. Keni dëgjuar se u që thënë, mos e the kuroren, e unë po ju them, kushdo që me dëshirim e shikon një grua në zemrën e vet, e ka bërë flikshtin me të. Nëse syri yt i djathtë të çon në mëkat, nxirre e flake larg teje. Është më mirë për ty të humbasësh njërin nga gjymtyrët e tua, se e tërë trupi yt të hidhet në ferr. E nëse dora jote e djathtë të çon në mëkat, preje e hidhe larg teje. Është më mirë për ty të humbasësh një gjymtyrë, se e tërë trupi yt të hidhet në ferr. Që thënë edhe kush e ndan gruan e vet, le t'ja jap letrën e ndarjes. E unë po ju them, kushdo e ndan gruan e vet përveç në rastin e flikshtisë, e bën atë ta thyej kuroren, e nëse ndokush martohet me gruan e ndarë, then kuroren. Keni dëgjuar gjithashtu se u që thënë të vjetërve, mos e the betimin, por zbato çka i ke premtuar Zotit me betim. E unë po ju them, as se si mos u betoni, as me qiell, sepse ai është froni i hyjt, as me tokë, sepse ajo është shtroja e këmbëve të tija, as me Jeruzalem, sepse ai është qyteti i mbretit të madh. Mos bëj bej as në kryet tënd, sepse nuk je Zoti as një fije floku ta bësh të bardh apo të zezë. Fjala juaj le të jetë po, ose jo. Çkado që është më tepër se kaq, vjen prej qoflargut. Fjala e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur vëllezër e motra në Krishtin. Jemi në të dielën e 6 të kohës së rregullt. Kemi filluar para 2 dielave leximin e kapitullit të 5 të Ungjilltarit Mateu dhe Jezusi ne ka paraqitur lumturitë. Kjo kartë e identitetit e të krishterit, kjo rrugë e shenjtërimit për një krishter. Lumturitë kemi parë që janë ndryshe nga ajo që quajmë lumturi sipas njerëzve, por lumturitë, ato që Jezusi i thotë, na garantojnë vërtet një lumturi që qëndron. Të dielën e kaluar, Jezusi na ka treguar cili është efekti i një besimtari që përpiqet ta jetojë jetën e tij sipas Ungjillit dhe na tha që ju jeni kripa e tokës dhe drita e botës. Pra një krishter që jeton mirë Ungjillin i jep shije jetës përreth tij dhe i jep ndriçim për njerëzit e tjerë. Sot vazhdojmë leximin e kapitullit të 5 të Mateut, e Jezusi na thotë që nuk e erdha ta shlyej ligjin, por ta përkryej. Dhe pastaj merr në konsiderat disa prej urdhërimeve. Në fakt, të kjo pjesë e Ungjillit janë 4 prej tyre, dhe ne do ta bëjmë një meditim të shkurtër mbi këtë pjesë të Ungjillit. Jezusi thotë, nuk erdha ta shlyej ligjin dhe profetët, por ta përkryej. Për hebrejt, përkryrja
e ligjit, do të thonte mbi të gjitha 3 gjëra. E para do thot ta kuptojnë dhe ta interpretojnë sakt ligjin, e dyta ta zbatojnë atë, edhe e treta të mund të bëjnë edhe gjëra më tepër se sa është përshkruar aty në ligj. E Jezusi thot që erdha jo për ta shdukur, por për ta përkryer. Vjen për të na treguar përkryen, pra thelbin, zemrën e ligjit, që në fakt e kuptojmë që zemra e ligjit është dashuria. Jezusi ai vetë do ta tejkaloj atë që thot ligji i vjetër, sepse vetë Jezusi e jep jetën e vet për secilin prej nesh. Pra Jezusi na mëson të duam. Kujdes, Jezusi nuk i djeg ligjet, as nuk i refuzon. Ai nuk na dorëzon një mënyrë jete pa rregulla, por në të njëjtën kohë as nuk vjen për të shumëzuar ligjet, për ta bërë besimin diçka të komplikuar, të vështirë, që të zëfrymen. Jezusi çon në plotësi, pra çon në përkryerje atë që kishte filluar. Ai e vetë e përjeton deri në fund vullnetin e Atit. Sigurisht mund të lindë pyetja edhe për ne, po unë si jetoj? Si është raporti im me 10 urdhërimit, me ligjet e Zotit, me atë çka Jezusi më sugjeron në Ungjil? Për ne besimtarë gjithmonë është rreziku të kënaqemi me pak. Pra, të kemi në kokën tonë një masë që është një minimum i domosdoshëm për të jetuar. Ka besimtarë që thonë, unë nuk kam vrarë askënd, unë nuk kam vjedhur askënd, prandaj jam pak a shumë në rregull. Por përkryerja që thot Jezusi nuk është ky minimum i domosdoshëm i jetës. Përkundazi, është plotësia maksimale për aq sa është në dorën tonë. Prandaj Jezusi thot edhe, kushdo e shlyen edhe me të voglin ndër këta urdhra dhe i mëson të tjerë të bëjnë ashtu, ai është më i vogli në mbretërinë e qiellit. Dhe njëkohësisht, kushdo i mban këto urdhra dhe i mëson të tjerë të bëjnë ashtu, është më i madhi në mbretërinë e qiellit. Sepse kur bëhet fjalë që të mësojmë të duam, në fakt edhe gjërat e vogla, edhe detajet bëhen të rëndësishme. Për shembull, në një jetë familjare, ndoshta nuk bëjmë gjëra të këqija të mëdha, por nëse, për shembull, mungon dialogu, mungon dëgjimi i ndërsjellët, mungon përkujdesja për njëri tjetrin, nuk jemi të përpikt për qenë në vakte së bashku kështu me radhë, atëherë i bie që ajo familje shkon drejt shkatërimit, pra, duke nisur pikërisht nga mungesa e asaj përkryerje, e asaj përkujdesje për gjërat e vogla. Pra, fjala e parë që na jep pjesa e Ungjillit e kësaj të diele është përkryerja e ligjit. Ka 2 fjalë të tjera që dëshiroj t'i ndaj me ju të dashur besimtar, që janë këto. E dyta është zemra. Jezusi na thot, nëse drejtësia juaj nuk e tejkalon atë të skribëve dhe të farizejve, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit. Çfarë do thot drejtësia sipas Biblës? Në thelb do thot të bëjmë vullnetin e Zotit. Pra i bie, nëse marrëdhënia juaj me Zotin dhe me njerëzit nuk tejkalon atë të skribëve dhe të farizejve, nuk do të hyni në atë dinamik të dashurisë së Zotit. Pra, nuk duhen ligje më të shumta, por duhet një thellësi më e madhe. Se mund ta themi ndryshe në mënyrë më thjesht, pra nuk na duhet një sasi, por na duhet një cilësi. Jezusi, pra, na zhvendos nga një zbatim i jashtëm i disa ligjeve apo urdhërimeve dhe na çon pikërisht në thelbin e njeriu të zemra. Ja shkurtimisht këto urdhërime që përmenden në këtë faqe të Ungjillit. Jezusi thot: keni dëgjuar se u që thënë të vjetërve, mos vrit, kush vret do të jetë përgjegjës para gjyqit. E unë po ju them, kushdo zemërohet kundër vëllait të vet, do të jetë përgjegjës para
gjyqit. Pra, nuk mjafton vetëm të mos vrasim fizikisht, pra t'i marrim jetin dikujt tjetër, por të mos hidhrohemi, të mos ofendojmë, të mos shajmë vllajën apo motrën, mos ta përulim, mos ta cënojmë dinjitetin e tij. Ja pra, ajo zbritje drejt zemrës ku janë qëllimet më të thella të njeriut dhe jo vetëm një zbatim sipërfaqësor që ka të bëjë vetëm me mos vrasjen fizike. Pastaj vazhdon edhe me tutje Jezusi, thotë, keni dëgjuar se që thënë, mos e the kuroren, e unë po ju them, kushdo që me dëshirim e shikon një grua, në zemrën e vet ka bërë frikështi me të. Pra, Jezusi na thotë që jo vetëm fizikisht ne mund të bëjmë mëkat kundër papastërtisë, por edhe nëse lakmojmë, nëse dëshirojmë fort në zemër të zotrojmë personin tjetër, që kur e trajtojmë tjetrin në mendjen tonë si objekt që na sjell kënaqësi. Mandej vazhdon akoma duke thënë në lidhje me betimin, keni dëgjuar gjithashtu se u që thënë të vjetërve mos e the betimin, por zbato çka i ke premtuar Zotit me betim. E unë po ju them, as se si mos u betoni, as me qiell, as me tokë dhe as me kokën tuaj. Sepse, thot Jezusi, fjala juaj le të jetë po ose jo dhe çka dosh më tepër se kaq vjen prej qoflargut. Pra, mësoj të thuash të vërtetën gjithmonë, të jesh i sinqert në komunikim dhe mos të ketë nevojë fare për betim. Është gjë jashtëzakonisht e bukur kur edhe persona që janë rreth nesh mësohen me ne dhe na konsiderojnë se jemi persona të vërtetë, që thonë gjithmonë të vërtetën, nuk janë dredharak, nuk janë manipulues dhe në këtë mënyrë nuk lind nevoja për të bërë betime në asnjë gjë. Pra, të dashur dëgjues, Jezusi shkon tek thelbi i ligjit, pra jo një zbatim i jashtëm, mekanik, por na çon te zemra jon. Përndryshe, biem në rrezikun e asaj gjëje që quhet ndryshe formalizëm. Do thotë që mjaftohemi vetëm t'i zbatojmë disa urdhrime. Madje jo të gjitha, vetëm disa. Këtë po e bëj, këtë tjetër po e bëj drejt këtu, ndërsa nga këtu e tutje nuk është në rregull, këtë fjalë po e them sepse e kam merituar, por këtë tjetër s'mund ta them e kështu me radhë, domethënë. Dhe besimtari rrezikon të mendojë që unë dua të ndihem në rregull unë vetë. E të tjerët nuk kanë çka më thonë, por zemra jon mbetet larg. Por nëse qëllimi jon është vetëm që të ndihemi në rregull me veten tonë, kemi dy rreziqe të mëdha, që është ai që thamë më parë, rreziku i parë është bëhemi sipërfaqësor. Domethënë që themi thjesht unë nuk vras, nuk vjedh, gjëra të mëdha, për tjerat pastaj i lën harres gjërat me detajet e zemrës. Apo rreziku tjetër është që bëhem interesagji. Domethënë që kur mua më përshtatet apo më intereson, bëhem kërkues. Kur nuk më përshtatet, atëherë bëhem lëshime. Për shembull, për ta konkretizuar këtë ide, ndoshta jam shumë strikt që më qenë korrekt të pjesa e lutjes, prandaj i them të gjitha lutjet me përpikmëri, nuk harroj asnjëherë, por në të njëjtën kohë ja lejoj vetes të jem ofendues me fyes me persona që kam rreth vetes, ose një besimtar për shembull në kish kujdeset gjithmonë që t'jape ofertën në kish, por në të njëjtën kohë njëjti besimtar i lejon vetes që mos t'i paguaj punëtorët që i ka për detyrë që t'i paguaj. Prandaj e përsëris Jezusi na çon te thellësia e zemrës sonë. Jo disa zbatime të jashtme dhe zemra të rrezikoj të kalbëzohet, pra të kalbet mese jo freskët, jo e re. Zemra është e rëndësishme sepse
vetë Biblia na thotë që të ketë këqijat vijnë nga zemra e njeriut. Pra, nëse neve si besimtar nuk jemi të kujdesshëm, e keqja rritet në heshtje në zemrën tonë, nëse neve nuk përpiqemi që me ndihmën e Zotit ta eliminojmë të keqen. Për shembull, e marrim shembullin e një çifti. Një çift për shembull nuk mund prishet marrëdhënia bashkëtorë për një ditë, por nëse një fjalë rënd sot, një mungesë mirënjohje nesër, një harresë për diçka të rëndësishme pas nesër, e kështu me radhë, domethënë disa lëshime të vogla që përsëriten rregullisht, atëherë bëjnë që në heshtje e keqja të përton dhe prishet bukuria dhe stabiliteti i atij çifti. Sigurisht të gjithë ne dim edhe konceptin e zemrës së ngurtë që përmendet shumë në Bibël. Pra një zemër që është e ngurtë, që nuk kërkon falje, nuk ka pengesë, një zemër që nuk ka dashuri. E kjo është problemi. Kjo është pikërisht ajo që Jezusi dëshiron të eliminojë, zemrën e ngurtë. Pra na thotë edhe një herë, nuk na mjaftojnë neve zbatimi i disa rregullave, rregulloreve, ligjeve nga jashtë, por na duhet të ndryshojmë zemrën, pra shërimi i zemrës dhe rritja e aftësisë sonë për të dashur. Pra fjala e dytë, siç e pam, është zemra. Fjala e tretë janë marrëdhëniet, rëndësia e madhe që e shohim nga meditimi i Ungjillit që jepet marrëdhënieve me të afërmit tanë. E pam te pjesa e Ungjillit që sapo e dëgjuam që Jezusi thotë, nëse je duke shkuar për ta bërë ofertën tënde, je para altarit dhe të kujtohet se vllai yt ka diçka kundër teje, lëre ofertën aty para altarit, shko pajtohu me vllajën tënd dhe pastaj kthehu dhe bëje ofertën tënde. Pra, jashtëzakonisht i qartë, nuk mundesh të jesh i mirë me Zotin nëse nuk je i mirë me vëllezërit dhe me motrat e tua. Edhe për neve, nuk mund të marrim pjesë mirë në mesh, ose nuk ishte dashur të marr pjesë hiç nëse ne jemi njerëz që krijojmë dasi, krijojmë ndarje, përçarje me njëri tjetrin. Pra, kuptojmë saktësisht se dashuria për Zotin është krejtësisht e lidhur me dashurinë për tjetrin. Neve nga njëra anë nuk mundemi të lusim lutjen Ati ynë, pra Ati të gjithë neve, dhe pastaj mos flasim me njëri tjetrin apo të kemi urrëtie, zemërime të ndryshme. Pra nuk mund të pajtohet fakti të qenit edhe besimtar, edhe indiferent me vëllezërit e motrat. Pra besimi ynë bëhet besueshëm kur merr formën e marrëdhënie të mirë me vëllezërit e me motrat. Pra, ne e kuptojmë se si është marrëdhënia me Zotin e njeriu, duke parë se si është marrëdhënia e tij me personat që i ka pranë vetes. Edhe këtu është mirë t'ja bëjmë vetes sonë një pyetje: a kam në jetën time njerëz që nuk i flas, persona që i kam lënduar, persona që kam qenë indiferent me ta? A ka ndonjë person që duhet të pajtohem me të, duhet të sqarohem, duhet të rikthejmë bashkimin tonë? Pra të dashur vëllezër e motra në Krishtin, ja e ndam këtë pjesë të meditimit në këta 3 pjesë. Pra, tham fjala e parë, përkryerja e ligjit, pra plotësia, që na thot Jezusi që jeta e krishterë nuk është diçka që është pa rregulla, por kemi nevojë për disa urdhërime që duhet t'i zbatojmë. Fjala e dytë ishte zemra, pra që duhet të ndryshojmë zemrën tonë, jo vetëm të zbatojmë disa rregulla nga jashtë, por ata duhet na çojnë te ndryshimi i zemrës sonë. Dhe fjala e tretë ishte pikërisht rëndësia e marrëdhënieve. Ta mbyllim këtë meditim me pyetjen: besimi im a e ndryshon zemrën time apo e bën atë më të mirë? Si janë marrëdhëniet e mia? Plotësia e ligjit, pra, është një zemër që mëson të doj fort, të doj pikërisht ashtu siç ka dashur
Jezu Krishti. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patet mundësi të ndëgjoni liturgjinë e fjalës. Leximet e së dielës së 6 gjatë vitit cikli A. Me ju ishin Klorinda Kaçenari, motor Irenea Lekaj, Monika Jana Dushmani, ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit e dëgjuat nga Dom Bledar Huba. Ju falenderojmë të gjithë për vëmendjen dhe ju dëshirojmë paqen dhe bekimin e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.